Ka një kohë gjatë në fakt që vazhdon të jetë, ka nisur një lloj, të themi, ekstremizmi, se kur bëhet një ekstrem, nga një ekstrem në ekstremin tjetër prodhohet, ka sikur po shtohen zërat për konvertim në fenë katolike, kthim është një lëvizje atje që po bën aktivitete. Kur e mendon në 2004-ën, 2005-2004, kemi pasur një ekstrem tjetër, kemi pasur një përpjekje për atë që ne e quhenim vehabi e të tjera. Sot, sikur ka ndruar, ka shkuar ekstremi tjetër tash po reagon. Çfarë duhet bëjmë që të ruhemi qoftë nga njëri ekstrem, qoftë nga tjetri është? Natyrisht ekstremistat nga të cilat do fe që vijnë nuk mund kur na bëjnë besojmë se ai besim është i tillë. Nga cilat do palë që vijnë, nga se një fe nuk matet me gabimet apo ekstremitetin që mund ta shfaq një besimtar, por një besim matet në parimet e saj. Prandaj është për rastin fjalë, natyrisht ne jemi shumë të shqetësuar me gjuhën e urrëties së shfaqur, me prishjen e rendit dhe qetësisë publike që po e manifestojnë dhe po e shfaqin çdo ditë madje, por edhe me hapësirën mediale që po ju jepet këtyre nxitësve të urrëties apo këtyre ekstremistëve. Dhe ajo çfarë unë do të doja shumë, me që prokuroria themelore e PE-s e ka hapur si rast dhe tani rasti është në prokurorinë speciale, uroj që prokuroria speciale të merr një vendim sa më parë, në mënyrë që dënohet gjuha e urrëties, gjuha e prishjes së rendit të qetësisë publike, në mënyrë të veçantë dëmtimi një vlere që e kemi pasur dhe e kemi trashëguar nga paraardhësit tanë, siç është bashkëjetesa e shëndosh ndërfetare. Prandaj me asnjë çmim dhe për asnjë arsye nuk duhet lejojmë që kjo vlerë të zbehet, por gjithmonë duhet synojmë që ta ruajmë sepse është vlerë që me cilën e kemi përcjell nga paraardhësit tanë dhe është diçka e shëndetshme, e kërkuar dhe mbi gjitha diverziteti është vlerë e Zotit. Andaj për të tillët unë uroj kushdo që shfaq ekstremizëm, nga cili do besim qoftë ai, ne e kundërshtojmë, ne e dënojmë, ne kërkojmë që të ndërshkohet. Gjuha e urrëties nuk ka vend shoshninto, nuk duhet të ketë vend në asnjë vend botës. Nëse ne synojmë apo pretendojmë se jemi një shtet demokratik ku edhe liria e fjalës është e garantuar, por edhe mbjellja e urrëties dhe ekstremizmi është i ndëshkuar, atëherë duhet të jemi parimor dhe ta mbajmë këtë parim, e jo të jemi sikur që thot populli për dikën nan, për dikën njërk, më shumë se një vit është bërë prej se kur është themeluar shoqata e tyre dhe asgjë nuk është bërë nga prokuroria speciale për ndëshkimin e gjuhës së tyre që po përdoret vazhdimisht dhe po mbillet urrëtie ndaj komunitetit musliman. Mirë, a duhet që të